Po jam i ftuar në dhe për mua realisht ka qenë një befasi shumë e këndshme në Universitetin e Artëve në Tiranë që ta mbaj një masterclass, kështu kjo masterclass tingëllon pak shumë e madhe, shumë serioze. Në fakt unë edhe kam insistuar ashtu dhe me kolegun tim Benart Lazen do ta bëjmë një bashkëbisedim. Sepse edhe kur më ftuan, unë isha i gëzuar që të vijë dhe të kontribuoj nëse mundem për studentët sidomos. Dhe kështu u dakordon që t'jetë më shumë një bisedim jo ligjërat, që mos t'jetë kështu boring për studentët, për ata që na besojnë. Kështu që do t'jetë një bashkëbisedim për tema të ndryshme me Benardin. Do të flasim natyrisht filmi, kinemaja do t'jetë krye tema, kinemaja si institucion ta quajmë, edhe si më thonë, për fillimin si ndërtesë, si përjetim i shijim, përjetim kolektiv i një arti, që është arti i shtati kinemas, po edhe deri te prodhimi, problemet, sfidat e prodhimit, e bashkëprodhimit, inteligjenca artificiale, teknologjia e re, publiku, regjia në përgjithësi, regjia filmike, produksioni, rruga drejt suksesit, këto janë temat që do t'i prekim, e besoj edhe shpresoj që nuk do t'jenë monotone për ata që na dëgjojnë. Gjithsesi dua të i përshëndes ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, edhe të ftoj edhe studentët të ejnëtën të vinë të ky masterclass në Universitetin e Artëve. Vetëm i premtoj që do të tentoj të mos jetë shumë boring. Bisedat që t'jetë interesante. Kështu që do të ketë mundësi edhe të bashkëbisedojmë, të bëjmë pyetje, pra jam shumë edhe unë kurioz t'i takoj.